Several months later. Si shikoni këtu në këtë klip që kam marrë, është mëngjesi im që kam bërë, me një Facebook si e pat më përpara, me një çik avokado që e kam prerë dhe me pak djath feta me krip dhe kam hedhë përsipër, edhe këtu kam bërë një çaj green çaj. Atëherë, si shikoni dhe këtu në klipin tjetër, në fakt po ju kam marrë një nga një klipet që kanë kaluar, do më thënë kaq muaj që unë kam munguar nga YouTube-i dhe po e kam xhiruar, kam mbajtur videot dhe po i kam hedhur dhe po ju tregoj, do më thënë me zërin tim qysh ka hecur gjithë ky rrugtimi im dhe ca copëza që kam kuputur edhe i kam vënë këtu në këtë klipin e këtij videos që kam bërë, do më thënë në YouTube. Atëherë si që shikoni këtu kam dalur, kemi dalë një xhiro dhe ishte një, do më thënë, e këndshme. Mua më pëlqen shumë që të marr, do më thënë, kur heci me makinë, të marr dhe të xhiroj rrugën që heci, se më pëlqen ato shtëpit që tregohen pemët, rrugët që shikoni këtu. Atëherë në këtë klipin tjetër, këtu kemi ardhur në një kastell, është një kastell shumë i madh, është ndërtuar shumë vite më parë në Angli, që në 1800 ca, domethënë është kastell që ka qenë Henry, dhe domethënë është shumë e bukur ta shikosh, me shatërvani që shumë të tregoj unë këtu. Po ka ndryshuar shumë, domethënë që për herë të parë kur kam ardhur në këtë kastell dhe më ka pëlqyer jashtëmase. Ka një jeshillëk të papar, është shumë bukur, si shikoni, domethënë nuk e kam kapur dhe aq mirë dhe aq bukur, por prapë është shumë bukur. Atëherë këtu ju tregoj në një restorant që kemi vajtur kur kam qenë kur kam qenë në ditëlindjen time, në një restorant që është restorant bufe dhe im kam kap të tëra. Domethënë më pëlqeu shumë, më çoi vajza bashkë me dhëndrin në këtë restorant. Shikoni dhe këtu keni këtë shatërvanin e çokoladës, me këto, domethënë, ëmbëlsirat e vogla, këtu zele dhaqat që i themi ne, si zele Haribo. Këtu keni këto frutat, si them, këto të detit, jo fruta deti, janë të detit, si karkalecat, midhjet, këto janë kavuras, si thon, më falni, kam harruar si thon. Këto janë lloj gjellërash që i kanë, domethënë janë të ngrohta dhe janë lloj gjellërash asiatike. Këto janë crackers, prawn crackers, domethënë crackersit e karkalecave, që kanë një lloj sose, kurse këtu janë bukët që i bëjnë këta domethënë që i bëjnë në atmo. Dhe këto bukët janë shumë të buta. Kjo që hapa të fundit është një si pite vogël, edhe mund të marrësh çdo lloj gjëra që ke, edhe mund ta mbushësh dhe të hash. Këto janë prawns që janë gjell, këto meatballs, kjo këtu një gjell shumë, domethënë e ëmbël ajo. Të këtu nuk e mbaj mend se çfarë ishte. Këtu janë mish, domethënë ato kockat e brinjit të mishve të derit. Ka, domethënë, më shumë atje luante, domethënë, orizin në çdo lloj në çdo lloj që doni ju. Më falni, këtu kemi djalin, domethënë nipin tim. Dhe si që shikoni është si shpirt, tu kemi dalë kur erdhën që ndonjë ca ditë tek neve, si që shikoni kemi dalur, ai ka vajt ka luajtur, kur ishin ditët e bukura këtu që ishin me tjell, kemi shititur këdo, si shikoni në krahët e mi, duket si çuditshëm nga që shikon shumë lodra dhe nuk di se ku do vem përpara. Ja dhe këtu në krahët e mi që nuk ikte, nuk ikte, deshte me të vërtetë të rinte në krahët e mia, edhe këtu kur dolëm një natë që dolëm bashk, vajtëm të shëtitëm, edhe dolëm nga supermarketi. Dhe këtu është nga një ditë tjetër që kam dalur, ishte koha shumë e bukur, që shumë ngrohtë, domethënë pas ditëlindjes time, tani në shtator. Ishte, domethënë, dita fantastike
Dhe ishe domethënë të rije vetëm për jashtë dhe mos futeshe fare brenda në shtëpi. Po vetëm të ishe për jashtë dhe ta shijoje këtë ditë kaq të bukur që ishte, edhe me këto pemë domethënë një shillaki që më pëlqen shumë natyra. Shikoni, vetëm ecim, vetëm ecim. Na pëlqen shumë domethënë dhe mua dhe burrit na pëlqen shumë që ne vetëm domethënë të bëjmë udhëtime domethënë si të largta dhe të vogla. Atëherë këtu domethënë kemi doli prap ky djali i nipi nenës, djali nenës, syri nenës, që për herë të parë këtu ka provuar ketchupin. Kemi vajt në McDonald's dhe për herë të parë ka provuar ketchupin dhe i ka ngel shumë, është kënaqur domethënë. Është kënaqur sa e shijon me shumë, siç e shikoni, e shijon me shumë ëmbëlsi dhe nuk e heq pataten nga ketchupi që i pëlqen. Edhe buzët i ka lerosur me ketchupin. Na urrit dhe kaq shumë, ja dhe këtu me kapelen e Happy Meal që i pëlqen shumë. Dhe këtu kur jemi kthyer domethënë pas shëtitjes që kishim bërë. Dhe këtu kam vajtur dhe kam marrë domethënë kur u kthyem, kam marrë domethënë në një pub, ishte shumë e bukur, domethënë ndërtesa më pëlqeu me ato lule dhe papagallët që e pas. Kurse këtu jemi në ditën e parë që kemi vajtur në nursery, që filluam shkollën ditën e parë këtu me nenën, që u kënaq. Edhe këtu kemi pirë një kafe që është herë e parë, domethënë pas kaq vitesh, kam pirë Freddo Espresso edhe vajza ime Freddo Cappuccino, më duket? Nuk e di. Mua më pëlqeu Freddo Espresso. Ja dhe këtu ku jam unë që bëj reklam veten time dhe do desha që shumë kur shikon këtë video, ju lutem më bëni një subscribe dhe më bëni dhe një like, ju lutem që të ngrihem edhe unë si gjithë të tjerët. Faleminderit shumë. Këtu kam filluar një gatim, kam bërë me miell misri, dhe me spinaq dhe me domethënë si pispili. Kam marrë miellin, e kam bërë me ujë, kam hedh krip, edhe pastaj kam marrë spinaqin, e kam larë dhe kam trazuar. Pastaj këtu kam shkërmoqur pak djath dhe e kam trazuar komplet bashk. Domethënë atë përzierjen, që shikoni kam thërmuar mirë, që mos të ishte, domethënë kam hedhur gati 250 gram djath të bardhë dhe si shikoni e kam përzier mirë, e kam përzier me dorashka, kam në dorashka, se jo se është në një domethënë që kam ndonjë problem, por nuk desha domethënë ta përdorja domethënë me duart e mia të lira. Dhe pas here me ikën domethënë dorashka. Pastaj kam hedh gjalp, kam hedh dhe pak përsipër domethënë djath të shkrir, djath të grir, desha thoshe, më falni, edhe pak gjalp e kam në një letër që nuk mos të ngjisi. Hello, miqtë e mi, si ja keni kaluar këto kohë, si jeni? Atëherë unë hapa këtë video. Është dita e dytë dhe nuk e di nëse keni parë një çik më përpara, kam hedh një vlog, të cila kam përmbledh nga të gjithë këto 2 muaj, 3 muaj që nuk kam qenë aktive në YouTube. Okej, dhe erdha përsëri. Atëherë do ju tregoj se çfarë vajta te Çerti Shop për të bler. Vajta për të bler diçka për të marrë një paku që më kishte ardhur tek post office, edhe vajta edhe kalova nga Çerti Shop. Dhe vajta bleva për nipin tim, që kështu jam gjyshe lumtur, kur je gjyshe lumtur, atëherë vetë blen shpenzon të gjitha parat. Atëherë, bleva këto, gjeta me 2 pound, janë magnetakja, magnetic numbers, që i vë në frigorifer, ose dhe diku domethënë që fëmia të lozë dhe të argëtohet në këto. Dhe një gjë tjetër që i kam bler edhe këtë. Kjo është prej druri, është një lloj shumë, domethënë shumë aktive, shumë domethënë ta mbaj aktiv dhe të jetë më shumë domethënë të zgjeroj fantazinë e vet dhe i kam marrë me këtu, domethënë që vë këto, domethënë i ka këtu të treja, këto, shikoni, dhe ka edhe këto
këtu janë shumë herë kështu, bluzat e çikon me këto. Domethënë i bën kështu bën do të arrete për qakës. Për qakë dhe kjo më bëri 4 pound dhe thash, pse jo? Ka dhe ca si domethënë brenda lojrat e tjera, por më ke ditë që kam hapur vetëm kur më vi vajza me nipin, do e hap. Edhe këtë nuk e kam hapur, kur të vinë ata. Atëherë merrti dhe që kisha porositur një diçka domethënë nga Amazoni. Siç po ri edhe po shikoja tek Amazoni për vitamins për diçka domethënë që do desha. Atëherë unë vajta dhe konstaktova që kjo ginseng, me sa lexova, domethënë është me multivitamins, është shumë e mirë për trupin dhe bilesi ka të gjitha vitaminat. Që shikoni lista i ka me vitaminin A, vitaminin D, vitaminin E, vitaminin C, B1, B2, B12, folik acid, domethënë i paska të tëra. Sa pash review-t që ishin domethënë të mira, domethënë që kishin pasi kishin pirë, kishin parë domethënë që kishte efekt tek ata. Atëherë e vendosa që ta marr dhe unë, domethënë të paktën besoj se për 3-4 ditë nuk do ta jap efektin, do t'ju them për këtë. Dhe biles dhe mora për tabletes, kapsules, si i thoni, për makinën time të espressos, se më mbaruan ato që bleva dhe vajta mora, në fakt i mora online, vajta i kërkova dhe atje në dyqan, kishin mbaruar, nuk kishin. U stresova për pak, se thash, çfarë do përdor? Se kjo makina domethënë makina që kam unë do apostafat tabletit që duhet t'ja gjej, domethënë nuk duhet domethënë zakonisht domethënë pluhur ose ndonjë tablet që duhet jetë për makina tjetër, duhet zakonisht për e kam këtu, është për Sage edhe për Breville. Unë e kam Breville makinën, edhe domethënë espresso machine, edhe është domethënë apostafat për ata. Nëse ndonjëri domethënë kërkon që ti blej, për shumë të kërkoj në internet, në Amazon, i gjen ka tjetër aty. Atëherë unë sot është koha e vrenjtur, edhe pak ftohtë, nuk është mirë, është e qëndrueshme, por është e vrenjtur që do të rish në shtëpi, edhe mos të dalësh fare. Po unë ka që kisha punë, vajta dola dhe bëra 1-2 punë që desha t'i bëja dhe t'i mbaroja. Atëherë kam gatuar për sot. Kam bërë një makaron me salcë me domate, me një çik, domethënë djath të grier. Këtë thash të bëja një diçka shpejt, nuk desha të rije shumë orë në kuzhinë. Edhe kjo. Gjë tjetër, nuk kam se shpithëm. Kam edhe këtë këtu. Nuk e di nëse më shkon apo jo. Por mua më pëlqen. Kërkova mendimet e vajzave të mia dhe ato më thanë që jo, nuk na pëlqejnë. Unë do bëj të shërëndime. Mua më pëlqen. Kanë arritur vajzat e mia që janë një moshë që më kritikojnë, që më gjykojnë, që si do vishem, çfarë do vë, si më shkon, si nuk më shkon. Nuk e di, më thonë, nuk e di nëse domethënë ka ndonjë këtë problem, domethënë çysha kam unë, domethënë me vajza, vajzat e mia janë të rritura. Dhe për çdo gjë që çfarë do vesh, ose për çdo do ashtu do më kritikojnë ose do më gjykojnë. Jo në anën e keqe, jo me domethënë anën e keqe të fjalës, po në çdo domethënë nga ana e mirë, ato mund ta thon për të mirë mua, por unë jo se e marr për të keqe, por jam domethënë kur diçka që më pëlqen mua, pse mos t'i pëlqejë dhe atyreve. Po kjo nuk është e lidhur që me domosdosh duhet të pëlqej, domethënë ajo që bëj unë duhet të pëlqejë atyreve. E kupton? Bëj atë që dua unë, nëse më pëlqen kjo, do ta vë. Ato nuk kanë mendimin që ju pëlqen, po mua më pëlqen. Edhe kaq. Kjo. Më pëlqen. Nuk e di, kam bledh flokët kështu, topuz këtu, nga që po gatova dhe mos binte ndonjë qim aty dhe kishin ndonjë gjë tragjike, të hanë, domethënë të hanë fëmijët tek pjata, edhe kjo. Do ju tregoj domethënë në fund fare, do ju tregoj përfundimin e gjellës që kam bërë. Kjo. Domethënë si kjo, unë e kam provuar, domethënë në furrë, bëhet shumë e mirë e ëmbël, bëhet shumë e mirë. Mund ta me sheqer edhe me kanell, kurse këtë nuk e kam provuar. Mora të bardhë.
është tani festa që është festa e Halloweenit edhe në për supermarket shikon shumë nga këto do me thënë kunguj, po nga ta kungujt e mëdhej, për që mora vjet, po, dhe që bëra supë, ishte shumë e mirë. Okej. Tani do përdor këto. Janë të veçanta, janë të bukura. Duke si, do më thënë, si plastike, si no real, si kur janë fake. Po, edhe kjo. Do t'i përdor. Kur do t'i bëj, do t'ju them. Dhe ky është përfundimi i makaronave me salcë dhe me djathë të ngrirë. Kam edhe lloj, domethënë makaronash se kisha 2 qeska që ishin nga fundi, edhe që t'i plotsoja dhe i kam dhe të gjata, edhe këto me bryl, kështu. Edhe i hodha bashkë aty që mos të venin dëm, edhe i hodha, edhe i bëra